Fjala e plot e kryeministrit Kurti. Të nderuar ndërmarrës dhe përfaqësues të komunitetit të tikut. Të nderuar shpend nga ska dhe data 4, pra kjo nuk është pse mua më pëlqen shkronja por me që kemi dy shpenda këtu, shpend Lilën dhe shpend Ahmetin. Të nderuar pjesëmarrës. Zonja dhe zotërinj. Sot po flasim për ekonominë digjitale dhe sektorin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimi, sektorin me rritjen më të shpejtë në ekonominë e vendit tonë. Në vitet e fundit, ky sektor po tregon një potencial të qartë për të shndërruar edhe në motor kyç të rritjes së mëtutjeshme. Rritja prej 386 e eksportit apo gati 5 i eksportit të shërbimeve të tikut në 4 vitet e fundit, është dëshmia më e qartë për këtë. Sektori i tikut së bashku me shërbimet profesionale dhe mbështetëse, tashmë kontribuon me 6 në bruto produktin vendor të vendit tonë për krahasim. Bujqësia kontribuon me 7% dhe njëkohësisht rreth 15% të fuqisë punëtore në Kosovë, por rëndësia e tij shkon përtej punësimit direkt. Hulumtimet në vazhdimsi tregojnë se punësimi në teknologji ka efekt multiplikues, duke nxitur krijimin e vendeve të reja të punës edhe në sektor të tjerë të ekonomisë. Për këtë arsye, mbështetja e rritjes së mëtejshme të sektorit të tikut mbetet prioritet i qartë i qeverisë sonë. Infrastruktura digjitale kombëtare është parakush për shpërndarjen e barabartë të këtij zhvillimi në të gjithë vendin. Shtrirja e internetit brezgjer në çdo fshat dhe vendbanim ka qenë një arritje e rëndësishme për gjithë përfshirjen digjitale, ndërkaq rrjeti 5G tashmë mbulon mbi 65% të territorit të Republikës së Kosovës. Me mbështetjen e Bashkimit Evropian, po avancojmë edhe drejt ndërtimit të rrjeteve me kapacitete shumë të larta VHS dhe siç e ka publikuar Komisioni Evropian, synimi është gigabajt shpejtësi, pra së paku 1 GB për sekond na ndihmon edhe për ambisëri. Një shtyllë kyçe e këtij zhvillimi janë, siç e dini ju të gjithë, burimet njerëzore. Sektori i tikut ka nevojë për më shumë profesionistë të kualifikuar. Për këtë arsye kemi trajnuar mbi 5.000 të rinj dhe të reja në fusha të ndryshme të tikut dhe janë ofruar mbi 7.000 bursa në STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, nga të cilat 85% të përfituesve janë vajza. Programet e zhvillimit të shkathësive digjitale do të vazhdojnë edhe në vitet në vijim. Ekosistemi i inovacionit në Kosovë po forcohet. Qëllimi ynë është që sa më shumë të qarkullimit të kapitalit të bëhet akumulimi kapitalit të vendit tonë dhe kemi investuar në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren, si dhe në Techpark Prishtina, duke krijuar platforma të reja për bashkëpunim mes qeverisë, bizneseve dhe akademisë. Antarësimi i Kosovës në programet Horizon Europe dhe Digital Europe u ka hapur rrugë universiteteve dhe kompanive tona për qasje direkte në fondet dhe rrjetet evropiane të inovacionit. Përmes nismës Ostoberteq, po mbështesim ngjarjet më të rëndësishme të sektorit të teknologjisë në Kosovë, KOSIC, DOKU, Tech, Growth Tank dhe Softare Freedom Kosova, të cilat janë pasqyra më e mirë e talentit dhe potencialit eksportues të këtij sektori. Mbështetja për ekosistemin e inovacionit do të zgjerohet edhe më tej përmes fondit të inovacionit, ndërsa STTOER apo TechTOER apo TAKAKULA do të ofrojë hapësira të tjera të dedikuara për sektorin tuaj në kryeqytetin e Kosovës. Paralelisht, po ecim me ritëm të shpejt edhe në digitalizimin e shtetit. Sot, mbi 320 shërbime elektronike në platformën e Kosova u lehtësojnë jetën qytetarëve dhe bizneseve. Me Kosova 2.0 do të ofrojmë edhe mbi 400 shërbime të tjera të reja, përfshirë funksionalitetet të bazuara në inteligjencë artificiale, duke avancuar nga digitalizimi i shërbimeve në transformim fundamental të administratës publike, përmes shërbimeve të integruara bazuar në ngjarje jetësore. Kjo është tejet e rëndësishme për vendin tonë, për shkak se studimet e shumta bindëse kanë treguar që shpejtësia e antarësimit të një shteti në Bashkimin Evropian, edhe më shumë se sa nga rritja ekonomike në kokë banori apo rritja e pagave për të punësuarit në atë shtet, varet nga cilësia e administratës publike. Sa më cilësore administrata publike, aq më i shpejt është integrimi në Bashkimin Evropian. Fiskalizimi digital do të plotësohet me faturimin elektronik ndërmjet bizneseve B2B, duke rritur transparencën dhe formalizimin e ekonomisë. Pra, synimi ynë është që çka do që të bëjmë ta dinë të gjithë dhe në anën tjetër, të gjithë të jenë të përfshirë. Inkluziviteti është i domosdoshëm, ashtu që të mos kemi jo veç ekonomi të zezë, po as ekonomi të hirt në shtetin tonë.
Mandej, zhvillimi i valutës digjitale i bazuar në blockchain është pjesë e vizionit ton për një sistem modern pagesash, që ul kostot e transaksioneve dhe remitancave, mbështet inovacionin dhe e shton përfshirjen financiare. Në prapavi, po ndërtojmë themelet e cloudit sovran të vendit ton, sepse kjo është e rëndësishme për siguri kibernetike, por gjithashtu edhe po integrojmë sistemet shtetërore përmes platformës mbarqeveritare. Me rast kemi krijuar platformën e centralizuar të metadatave të qeverisë, si bazë për përdorimin e inteligjencës artificiale në administratë. Nuk ka më projekt qeveritar, në të cilin nuk ekziston edhe një komponent e inteligjencës artificiale në etapat e procesit. Qendra Nacionale e Ekselencës në Inteligjencë Artificiale do të lidhë teknologjinë me ekonominë dhe me industrinë. Ky progres është njohur edhe nga Banka Botërore, e cila në indeksin për maturitetin e teknologjisë qeveritare GATA e ka renditur Kosovën në grupin A, përkrah vendeve lidere në qeverisjen digjitale. Të gjithë mbani mend se para 2 vjetëve kemi kaluar nga grupi S në grupin B, ndërsa si vjet kemi kaluar nga grupi B në grupin. Ky vlerësim na obligon që progresin e arritur ta vazhdojmë dhe ta thellojmë edhe më tej, duke u siguruar që digjitalizimi të përkthehet në përfitime konkrete për qytetarët dhe për bizneset. Kemi ende shumë punë përpara nesh, por me krejt çfarë dime mundemi, do të ecim sa më shpejt bashkë. Me një shtet të digjitalizuar dhe një sektor të fuqishëm të inovacionit dhe të tikut, së bashku do të vazhdojmë të ndërtojmë ekonominë e Kosovës, e cila ne besojmë që duhet të jetë e bazuar në dije. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, vëmendjen, ftesën sot dhe ju dëshiroj shumë suksese.